Përshëndetje dhe mirë se vini në lajmet e orës 16 do të ndihni. Rama jep dorëheqjen. Tjetër protestë masive zhvillohet sot në Tiranë, shesh paralajmërohen edhe mijëra shqiptar nga diaspora. Banorët e Rjollit shëmbin gardhin metalik të resortit në ndërtim, protestuesit thirrje dhe pankarta. Rama në Burg, Berisha në Burg. England Koçi dyshohet të jetë groposur, drejtuesi gjejnë lopatën me baltë në makinën e të dyshuarit Armand Shakaj. Drejtuesi i policisë kërkime në zonat malore të Tiranës dhe Elbasanit. Policia greke dhunon barbarisht të riun nga Maliqi, 29 vjeçari përfundon me plagë të shumta në spital. Dëshmia më ngatruan me një kriminal. Elon Musk, SpaceX dhe Tesla bëhet trilioneri i parë në botë. Pasuria neto i kalon mbi 1.1 trilion dollar. Me mijëra qytetarë shqiptar protestuan në rrugët e Tiranës për 13 ditë me radhë duke kërkuar me vendosmëri largimin e Edi Ramës. Protestuesit vijuan thirrje dhe ovacionet e tyre kundër klasës politike, duke kërkuar të jepet fund korrupsionit dhe keqeverisjes. Mes entuziazmi dhe sloganeve të shumta, protestuesit marshuan për disa orë në rrugët e kryeqytetit, duke pushtuar në mënyrë sfiduese edhe sheshin Italia, ku mbajt takimi i Partisë Socialiste. Një tjetër protestë është paralajmëruar sot në orën 18. Për të 13 ditë me radhë, qytetarët shqiptar protestuan në zemër të kryeqytetit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e klasës politike dhe për t'i hapur rrugë një Shqipëri të re, ku jetohet me dinjitet dhe mbrohen interesat e vendit. Të mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbej, qytetarët shprehen sërish gënjimin nga mënyra si është qeverisur vendi dhe si janë trajtuar pasuritë e përbashkëta. Dhe ne Romët, edhe vëhet, jemi pa dhe. Të dali Edi Rama, një njëri pa dhe, e të tërheqi zoar shqiptarët, nuk ka bëvaki në njërë. Pensioni të gjajtë sa është 94.500, pensioni plakës tim është 110.000 lek. Babaja ka 170.000 lek. Ne jemi 8 fëmijë. Si ka mundësi, si do jetoj kjo në naimi me baban tim, po të mos ishim ne? Ëndra e viteve 90, që nuk u realizua për 35 vjetë. Një ëndër që kishim ne në vitet 90, ajo ëndër mua më bën që të vi sërish këtu. Protesta vijoi në bulevard shoqëruar me thirrje dhe sloganet, që janë bërë pjesë e pandalshme e saj, për të ndalur para kryeministrisë. Në të njëjtë kohë me protestën qytetare në sheshin Italia, pak metra më tej, u mbaj takimi për 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Protestuesit e quajtën takimin e Partisë Socialiste si mitingun e turpit, ndërsa ata që merrnin pjesë atje si të mbajtur peng nga Rama dhe bën thirrje që të mos bien pre e provokimeve. Poshtë patronazistët! Ju lutem mos bini pre e provokimeve! Ju lutem mos bini pre e provokimeve! Ju lutem mos bini pre e provokimeve! Nuk kemi pse kalojmë andej, ndaj gjithë bashkë të thrasim! Rama jepe dorëheqje! Rama jepe dorëheqje! Sot, ai që për 13 vitësh nga David fatet tona dhe gjithë shqiptarëve, u përpoq nga përçartën edhe me mitim tjetër atje, por ne dalim tu dhe për ata patronazhistët atje, ne dalim tu edhe për ata punëtorët administratës. Studentët që ngritën zërin në protest theksuan se dyert e administratës janë mbyllur, sikur ata të ishin shtetas të huaj. Hapini rrugën rinis, ne nuk ikim larg jashtë shtetit, sepse Shqipëria nuk ka rrugë, por sepse ju nuk na hapni rrugën. Kam mbaruar Universitetin e Artëve në Shqipëri dhe e kam lënë Shqipërinë. Jo se desha, po se mu desh. Dhe unë studioj në Gjermani dhe dua të kthehem në Shqipëri. Ashtu si edhe në ditët e tjera në protestën e mbajtur këto të premte, folën përfaqësues të diasporës, që shprehen mbështetjen për kauzën. Por jemi këtu sot në protestën e 13 vjeshtë,
Shqipëria nuk ka vdekur. Shqiptarët e vërtet janë gjallë, akoma. Po për sa kohë? U bëj thirrje diasporës, kudo që ndodhet, atyre që kanë mundësi udhtimi, eja në Shqipërinë në vërtet. Eja të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të rrezojmë këtë sistem, që po na vret. Nesër do të vinë vetëm nga Mbretëria e Bashkuar. Nesër diaspora do të jetë krah nesh, e ne do të jemi krah diasporës, e krah për krah do të arsojmë të kryeministër. Një nga aktivistët tha se SPAK do të kërkojë sërish arrestimin e Ballukut dhe paralajmëroi se atë ditë do rrethohet parlamenti. Jemi sot për t'i thonë SPAK-ut se e ka të gjithë mbështetjen dhe inkurajimin e qytetarëve shqiptar për të bërë drejtësi, për të hetuar zyrtarët e korruptuar që kanë vjedhur me qindra miliona euro nga xhepat tanë, nga taksat tona. Kush pra me i prikombit? Kush me i prikombit? Ju do pyka bita lomit që shqiptar vetit i thoni, jo pse ju Shqipnin e doni, jo pse ju na i sen kuptoni shka është liria e paresia, qeveria e qytetnia. Sërish simbolet e protestës mbetën mesazhet përmes pankartave, ndërkohë që veç flamujve kombëtar u pan dhe flamuj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë e Bashkimit Evropian. Vrulli dhe entuziazmi i protestës përfshiu edhe një grup motoristësh italian, të cilët kaluan mes protestuesve duke ju bashkuar atyre e duke u duartrokitur. Si çdo natë pas fjalimeve dhe thirrjeve para kryeministrisë, protestuesit marshuan nëpër rrugët e Tiranës për disa orë. Nga bulevardi kryesor ata vijuan drejt Shallvareve, duke mbërritur në kryqëzimin e Vasil Shantos. Më pas marshimi vijoi drejt sheshit Wilson, për të rikthyer sërish në bulevard. Më pas ata vijuan marshimin drejt sheshit Italia, aty ku gjatë pasdites u mbaj takimi për 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Duke komentuar protestat masive të ditëve të fundit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se në sheshin përpara kryeministrisë shkojnë mira të rinj që nuk kanë lidhje me partitë politike. Pavarësisht sloganeve dhe kundër tij, Berisha tha se çdo shqiptar duhet të ndihmojë në suksesin e kësaj proteste. Duke marrë shkas nga protestat masive prej 2 javësh në rrugët e Tiranës dhe në qytete të tjera, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se në shesh janë mira të rinj pa tesera partie krahas të rinjve nga e djathta dhe e majta. Pavarësisht sloganeve edhe kundër tij, Berisha ftoi çdo shqiptar të protestojë për të arritur suksesin e kësaj proteste. Mos harroni se ajo protest është tej partive politike dhe natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të rësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Ndaj dhe ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Suksesin e parë për kreun e Partisë Demokratike, protesta në Tiranë e ka arritur. Në bulevardin dhe rrugët e Tiranës u vra shtriga frikë. U vra frika nga të rinj dhe qytetarë shqiptar. Dhe kjo e bën absolutisht të pashpresë Edi Ramën. Ndaj dhe njëherë, çdo shqiptar ka një moment historik të jap një dorë, të jap një krah suksesit të kësaj lëvizje. Berisha u pyet edhe për protestat disa mujore të banorëve të Rjollit kundër ndërtimit të një rezorti luksoz atje, i rrethuar së fundmi me garde metalike dhe tela me gjemba. Ne qëndrojmë për respektim në plot të drejtës së qytetarëve shqiptar gjatë periudhës tonë në pushtet. Ju nuk keni pa kur shemen garde as vendosën tela me gjemba.
Banorët e Bakës Riollit në Velipoj protestuan këtë të shtunë në tokat për të cilat kanë pretendime pronësie, me pankarta në duar dhe thirrje të Rama në Burg, Berisha në Burg. Banorët marshuan drejt kanterit të ndërtimit, ku uçan gardhin dhe pren telat me gjëmba, si dhe ndryshe nga herët e tjera. Vendi nuk ruhej me roje private. Pas rrethimit të trullit me tela me gjemba pak ditë më parë, banorët e Bakës Riollit në Velipoj dolën në protest, duke kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik në tokat për të cilat kanë pretendime pronësie. Me pankarta në duar, fëmijë të rinj e të moshuar u mblodhën përpara rrugës që të çon drejt tokave për të cilat pretendojnë se janë pronar, duke marshuar më pas drejt kantierit, ku punimet për ndërtimin e resortit kanë nisur prej muajsh. Me darë për prerjen e telave me gjemba dhe mjete të tjera, banorët e Bakës Riollit çanë me forcë rrethimin, duke u futur në kantier dhe duke shkatëruar gjithçka u dilte para. Ndryshe nga herët e tjera, ku themelet ruheshin me rojë private të paguar nga investitori, banorët e revoltuar këtë të shtunë u përballën vetëm me forcat e policisë së Shkodrës, të kryesuar nga drejtori Gentian Berberi. Me kanë toka ju, ta thu bon, dhe i këto më shkojnë mënej. S'kam punë me shtet, unë kam punë për toka tonë. Asën për zotin se të full. Pra të t'jo, pasha një zotë për me ju, nuk u veshaj se i një shteti. Po ju, të me bone e ligje ma bo. Në mbështetje të banorëve të Bakës Riollit shkuan edhe qytetarë të tjerë nga i gjithë vendi, të cilët e konsiderojnë vjedhje të pronës private. Ramanburg! Këtyre hekurave dhe këtyre gurve, shifini gurës si i ke bërë, shive betonin si i ka bërë. Ju mendoni se ata turistët me 5 yje do vinë për betonin? Banorët e Bakës Riollit thonë se nuk do t'i ndalin protestat e tyre, ku prej 2 javësh janë bashkuar edhe protestës kombëtare në Tiranë. Prej afro një viti, banorët e Bakës Riollit kundërshtojnë këtë projekt me pretendimin se një ish zyrtar i kadastrës së Shkodrës ka tjetërsuar certifikatat e pronësisë, duke përvetësuar trullin dhe duke ja shitur investitorit që do të ndërtojë resortin turistik përballë Bregdetit të Velipojës. Ndrojmë tani temën e informacioneve, një lopat me mbetje balte e gjetur në automjetin e sekuestruar të Armand Shakajt ka përforcuar dyshimet e grupit hetimor se 34 vjeçari Egland Koçi, i zhdukur prej 4 qershorit, mund të jetë vrarë dhe më pas groposur. Kërkimet janë shtrerë në disa zona malore të Tiranës dhe Elbasanit. Hetimet për zbardhjen e ngjarjes janë fokusuar tek aktiviteti i palishëm i kriptovalutave dhe dhënia e parave me fajde. Egland Koçi i zhdukur që prej datës 4 qershor dyshohet të jetë vrarë dhe më pas të jetë groposur. Dyshimet e grupit hetimor përforcohen pasi në automjetin tip Porsche e sekuestruar të autorit të dyshuar dhe të shpallur në kërkim Armand Shakaj. Hetuesit kanë gjetur vegla pune, mes tyre edhe lopata me mbetje balte. Ky detaj sqarojnë burimet të sigurta pranë hetuesve. Ka përforcuar dyshimet se trupi i 34 vjeçarit mund të jetë fshehur në një zonë të izoluar, ndërsa kërkimet vijojnë prej ditësh. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se kontrollet janë fokusuar kryesisht në Tiranë e Elbasan, në zonat malore, ndërsa në ndihmë të palës shqiptare janë edhe forcat të Kosovës duke kontrolluar me qenë. Është një strukturë posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e Egland Koçi. Kërkimit janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kushtirindarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht, krahas shërbimeve të policisë së shtetit, në ndihmë ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK. Po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Paralelisht, kërkimet janë fokusuar edhe për arrestimin e autorit të dyshuar Armand Shakaj, shoku i ngushtë i Egland Koçit. Trupi i të riu dyshohet të ketë qëndruar më shumë se 24 orë në makinën e Shakajt, derisa me aludimet se mjeti kishte defekt,
mori një karotrez dhe e transportoi deri në zonën e IB-s. Prej andej pa lënë gjurmë për shkak se zona nuk mbulohet me kamera sigurie. Hetuesit dyshojnë se shkaki i ngjarjes së rënd të jetë bërë një debat i ashpër mes dy shokëve të ngushtë për aktivitetin e palishëm të kriptovalutave apo monedhave virtuale, ndërsa është duke u hetuar edhe mos shlyerja e një shume të konsiderueshme parash. Grupi hetimor ka siguruar të dhëna se i kërkuari Armand Shakaj dyshohet të jepte para me fajde dhe se me ndërmjetësimin e Eglant Koçit, një shumë parash mund t'i jetë dhënë personave të tretë. Kjo shumë dyshojnë hetuesit të mos jetë shlyer dhe e përgjegjës Armand Shakaj mund të ketë bërë shokun e tij të ngushtë Eglant Koçin. Një 29 vjeçar nga Maliqi është paraqitur në urgjencën e spitalit të Korçës me plagë të shumta në trup. Sipas informacioneve të konfirmuara nga policia, mësohet se Maldin Maxhani është dënuar nga policia greke në Kalkidh rreth 13 ditë më parë dhe në deklarimet e tij, Iriu ka thënë se policia greke ka ngatruar me një person të dyshuar si autor të një vepre penale, por pas verifikimeve ka rezultuar i pafajshëm. Maxhani ka bërë kallëzim në policinë greke, ndërsa është dëbuar nga ky shtet dhe ka kaluar nga Kakavia për t'u kthyer në Maliq. Për shkak të plagëve të shumta në trup, ai ka shkuar në spitalin e Korçës, ku edhe po merr ndihmën mjekësore dhe dyshohet se ka dëmtime në brinj dhe shpretk. Policia e Korçës ka marrë deklarimet e 29 vjeçarit dhe pritet vendosës se çfarë procedurash do të ndiqen më tej. Elon Musk është ndruar tashmë në trilionerin e parë në botë. Themeluesi i Tesla dhe SpaceX e përforcoi statusin e tij si njeriu më i pasur i botës, me një pasuri totale neto prej 1.11 trilion dollarësh. Elon Musk u shndrua të premte në trilionerin e parë në botë, pasi aksionet në kompaninë e tij të raketave SpaceX u ritën ndjeshëm gjatë debutimit më të madh ndonjëherë në tregun e aksioneve. Themeluesi i Tesla dhe SpaceX e përforcoi me lehtësi statusin e tij si njeriu më i pasur në botë me pasurinë e tij totale neto prej 1.11 trilion dollarësh, sipas listës së të pasurve të Bloomberg. Kjo vjen teksa kompania e raketave, telekomunikacionit dhe inteligjencës artificiale u listua në bursën Nasdaq me një vlerë prej 2.2 trilion dollarësh. Në një kohë kur shqetësimet për barazinë janë të larta dhe qëndrimet e publikut ndaj ultra të pasurve janë përkeqësuar, Musk ka arritur të mbajë një numër të madh ndjekësish besnik pavarësisht pasurisë së tij neto stratosferike dhe pa personalitetin popullor që i ka bërë të dashur manjat të tjerë si Warren Buffett. Njofton Reuters. Kritikët e kanë akuzuar Elon Musk për ushtrimin e pushtetit oligarkik dhe kanë kundërshtuar ndërhyrjet e tij politike gjithnjë e më partijake. Megjithatë, SpaceX, kompania e gjerë e raketave, satelitëve dhe inteligjencës artificiale që së bashku me prodhuesin e makinave elektrike Tesla, formojnë qendrën e perandorisë së Musk, mblodhi një rekord prej 75 miliard dollarësh në ofertën e saj fillestare publike të njëjtën, duke theksuar entuziazmin e investitorëve për sipërmarrjet e tij të biznesit. Përpara shitjes së aksioneve, Forbes vlerësoi pasurinë neto të Musk në afërsisht 780 miliard dollar, shumë përpara personit që vjen pas tij, bashkëthemeluesit të Alphabet, Larry Page. Pjesa më e madhe e pasurisë së Musk tani i përket SpaceX, ku ai zotëron aksione me vlerë afërsisht 866 miliard dollar. Së bashku me Teslën edhe pjesën tjetër të pronave të tij, pasuria e tij neto do të kalojë 1.1 trilion dollar, kur aksionet të fillojnë të tregtohen sërish, sipas llogaritjeve të Reuters bazuar në të dhënat e kompanisë. Këto dhe të tjera zhvillime i gjeni në balkanu.com, do të njeni aty me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe mund të nëndishni live, mjafton të klikoni mbi live streamin tonë. Më të takofshim bashkë.